kemi të bëjmë me gjykatës të cilët në mënyrë antikushtetuese, në kundërshtim flagrant me Kartën Europiane të Drejtave të Njeriut, janë në kontrollin total të një delinkuenti që quhet Altin Troplini. Ky përbën një problem në themel të drejtësisë shqiptare. Pak me thënë, Anila, po ti mund ta investigosh në tutje, se thuhet se këto ditë, vetëm sa nuk ka shpërlesh fizikisht me një gjykatëse, që nuk që nuk ja ka zbatuar urdhrat, ka shkoja ka rrëmbyer kompjuterin për ta terrorizuar. Po,